Franco Burraj, përshëndetje. Përshëndetje Gjergj. Për të katërtin vit me radhë që organizohet anketa 10 më të mirëve në Shkodër, ju jeni fituesi. Natyrisht sepse keni merituar në bazë të rezultateve, por çdo vit besoj që ka emocionet e veta. Absolutisht që po. Faktikisht këto çmime natyrisht vinë prej punës së madhe që bëj bashkë trajnerit e Bruno Rotani. Natyrisht për çdo vit është edhe më vështirë sepse kemi sportistë edhe të tjerë, por ne bëjmë detyrën tonë edhe mënojmë që t'japim maksimumin në çdo stërvitje. Besoj që ndoshta nuk keni pas rastin të nxitemi në skenën e teatrit Mexheni dhe të merrni pjesë në ceremoni të tillë dhe mendoj që keni përjetuar emocione atë mbrëmje të fundit të vjetorit. Absolutisht që po, ishte hera e parë që unë ngjitem në skenën e teatrit Mexheni, natyrisht ishte emocion më ndryshe se vitet e tjera, natyrisht edhe prezenca e kampionit të Europës si Izmir Smari, po edhe shumë sportistëve të tjerë shumë të mirë nga Shkodra, natyrisht që të bën një shkrenar dhe kesh emocione. Si përjetohet një sukses nga Franco Burraj? Realisht nuk kam person që preferoj të festoj ose të ashtu, natyrisht emocionet janë shumë të mëdha. Më shumë fokusohem tek puna dhe emocionet më të mëdha vijnë tek pjesa e garave edhe kompeticioneve jashtë shtetit. Ajo është që mu harmoni më shumë. Tek ceremonia e fundit të dhjetorit, të vitit që e lam pas, besoj që edhe familja juaj ka qenë pjesë e atij gëzimi. Absolutisht që po, natyrisht në këtë pjesë sakrifice që unë mbaj pjesë në sportit, natyrisht është familja ime, sepse nuk është lehtë që të merresh me sport, sidomos ku jetojmë ne në Shqipëri, por momentin që ti sakrifikon shumë si familje, po edhe ti, natyrisht kur merr ti një çmim, sado është ajo, merr shpërblimin në fund vitit në kuptimin që lahet, në kuptimin të gjitha imunë e djerë që kemë bërë gjatë gjithë vitit. Realisht, si ka qenë vit 2025? I plotësoi pritshmëritë tuaja apo ndoshta keni pretenduar diçka më shumë? Faktikisht ky vit që kaluam ishte një vit shumë i mirë, pjesën e rezultateve, natyrisht ishte hera e parë që unë zbres në 45 në garën e 400-shit, po ashtu edhe në 40 në garën e 200-shit, natyrisht jam shumë i lumtur. Kjo tregon që ne kemi histori shumë të mira dhe shohim për sezonin tjetër. Kemi gara shumë të rëndësishme, natyrisht që përbos rezultateve ne të pretendojmë të marrim medalje tash mbrapa. Cili ka qenë momenti më i veçantë i vitit 2025 për Franco Burrajn? Po besoj që zbritja dhe thyrimi i rekordit në garën e 400-shit në Sloveni ishte një moment shumë i gëzuar për mua, sepse është një rezultat që e kërkoj për shumë vitesh, edhe natyrisht që ishte momenti më i mirë. Po momenti më i vështirë? Besoj që mas garës së Slovenisë ne i patëm një dëmtim shumë të rëndë në pjesën e gjuhit, në gamën e majtë, që ne të përzëllojmë gjitha garat, kishim gara shumë të rëndësishme, si ajo e botërorit, por edhe ballkanikut, por është më mirë ndonjëherë që të tërhiqesh, të ruhesh dhe të kesh gara të rëndësishme për vitin tjetër. Shumë kush nga jashtë për çdo garë, suksesin, rekordin, medaljet nga Franco Burraj, por a është e vërtetë të qëndrosh gjithmonë në top form? Është shumë e vështirë, sidomos te garat e atletikës, të jesh çdo garë në formë është e pamujtur, natyrisht ne gjithmonë fokusohemi në pothuajse 2 muaj e verës korrik gosht ose qershor korrik që janë 2 garat më të rëndësishme. Aty është pjesa ku ne mund të japim maksimumin, natyrisht ku ka gara të rëndësishme në muaj shtator, natyrisht është shumë e vështirë edhe e kemi të pothuajse të pamujtur të zgjasim pothuajse gjithë vitin në top form. Natyrisht në fillim të vitit ne bëjmë atë skicën kuptimin që ku do të nxjerrim maksimumin në cilën garë, edhe aty shpresojmë gjithmonë që të japim maksimumin. Jepni maksimum natyrisht edhe për ekipin e vllaznisë, që u shpall sërish kampion dhe ju jeni vetë kampion në disa prej garave, duke dhënë pikë të duhura ekipit të Shkodran që vazhdon të dominojë në atletikën shqiptare. Po, vllaznia ka shumë talent, natyrisht ne shpresojmë që përveç garës teme 200 dhe 400 metrat që kemi rekordin, këtë vit të thejmë rekordin e 4x100 dhe 4x400 që janë stafeta. Kemi shumë sportista të mirë, pse jo për herë të parë kemi rekord kombëtar vetëm nga vllaznia, jo të përzim nga qytetet e tjera. Keni provuar edhe garën 100 metrashit në ndonjë moment caktuar?
E shihni vendin edhe të kjo garë për të përmenduar pse jo dhe rekordin? Ishte një moment shumë i bukur në pjesën e garave olimpike si një pretenduam që të themi rekordin, natyrisht nuk erdhi ish për shumë pak qintat. Jam i fokusuar në garën e 400-shit, aty pretendoj edhe do vite kam për të zjarë maksimumin, atëherë natyrisht ndoshta edhe mas si të shputem për garës 400-shit të pozicionohem në garën e 100-shit. Kam parasysh një garë, kampionatin evropian. Triumfoi në ditën e parë, por në ditën duket se u vret lodhja. Kjo tregon që atletët, sportistët shqiptar vazhdojnë të kenë problemet e mungesës së fizioterapistëve, mungesës së stafit për rikuperimin e duhur ndoshta. Kampionati evropian U23 ishte në Suedi. Natyrisht kishim 30 gara, u kualifikuam në vend të parë në kampionatin evropian. Ditën e dytë u kualifikuam për finale, por 3 ditë gara janë shumë të vështira për një sportist kur mbrapa nuk ka vetëm një profesorin e vet. Natyrisht mungojnë fizioterapistat, doktorat, janë kosto shumë të mëdha për sportin shqiptar, por duhet të fokusohemi më atë çka kemi fund ditës edhe nuk kemi çfarë të bëjmë më tepër. Si është jeta e Franco Burret në një ditë të zakonshme? Ju merr shumë kohë stërvitja? Po thuaj se gjithë dita fokusohem në pjesën e sportit, kur unë nuk jam stërvitje, pavarësisht unë do të mendoj për stërvitjen, kuptimin që do të ha më orar, do të kujdesem çfarë të ha 2 orë para stërvitjes. Po thuaj se për çdo ditë unë kam 2 herë stërvitje, ka ditë që shkoj edhe 3 herë ditë, që po thuaj se gjithë dita është e fokusuar te stërvitja. Aktualisht jeni njeriu që merrni si shembull tek atletika, besoj jeni më i suksesshëm aktualisht edhe pas tërheqjes së Luiza Gegës. A duhet të jetë një shembull për të ndjekur nga të gjithë Franco Burrei për seriozitetin, për sukseset e deri tanishme? Po besoj që po, natyrisht ky pjesa e atletikës gjithkusht jep maksimumin dhe gjithkusht ka atë shembullin e vet. Në fund ditës gjithkusht ka talentin e vet dhe atletika është mbushur me gara të ndryshme. Unë marr pjesë në garën e 400-shit, po ke shumë talenta që marrin pjesë në garën e 100-shit, 200-shit. Po besoj në pjesën e seriozitetit, pse jo. Ka përfituar diçka edhe nga ana financiare Franco Burrei, sepse gjithë kjo lodhje, gjithë këto suksese ndihet mirë me atë çfarë në fundit çon edhe pranë familjes tij. Po besoj se na kena pas fatin që gjatë këtij viti kemi thyer shumë rekorde. Në bazë të thyrjes të rekordeve kemi dorë shpërblime që më përpara kanë qenë pothuajse asgjë, tani janë rritur, por në një moment që ti e ke pa mundur të thash rekorde, besoj se do të jetë shumë e vështirë që të jesh mirë në pjesën financiare. 2026. Ku do të jetë fokusi dhe cili do të jetë synimi i Franco Burreit për garat ku do të marrë pjesë? Ne kemi fokusin kryesor janë lojrat mesatare, bëhet në Itali, bëhet në muajin shtator, që kemi kohë shumë gjatë për të stërvitur. Jemi shumë herët, kemi filluar avash. Është një kampionat shumë i rëndësishëm për ne edhe për të ardhmen tonë, pse jo. Ne kemi qenë shumë afër medaljes herën e para 4 viteve, ishim rreth 10 rreth medaljes bronz. Shpresojmë që këtë herë të jemi paktën në top 3-shën e lojrave mesatare. Është shumë e vështirë. Kemi shumë kohë, por duhet të japim maksimumin për atë garë. Dukeni shumë i fokusuar tek puna bashkë me trajnerin tuaj Bruno Rotani. Kjo dyshe premton të tjerë rekorde të tjera medalje? Po besoj që rekordet do të vinë, përderisa puna po shkon shumë mirë, se viti është super. Edhe do të kemi ato vështirësitë tona, pse jo të jemi larg dëmtimeve, por po siç e thashë më përpara, unë ka vetëm një synim këtë vit, edhe natyrisht është lojrat mesatare, pse jo të vijmë me medalje. Dhe sa i takon gara kombëtare, Franco Burrei natyrisht do të bëjë sërish ligjin dhe vllaznia do të fitojë titullin e 30 kampion? Po besoj që po të njëjtat sportistat që kemi vitin e kaluar, nuk ka ku të shkojmë më ndryshe, besoj kemi po ato sportista, po ato talenta, po ashtu kemi shumë talenta që vijnë nga U20 që tani janë futur për të rriturit, kështu që besoj që është pothuajse e sigurt.
E shef gjatën veten Franco Burrej tek sporti atletikës gjithmonë nëse shëndeti është i duhuri? Po besoj që kjo është kryesorja e gjëgjit. Ne besoj se e shoh edhe për do vite të mira, që se natyrisht shëndeti edhe trupi mund ta sigurojnë këtë pjesë, natyrisht është shumë e vështirë, dëmtimet tani bëhen edhe më të vështira, koha është e vështirë, mosha nuk është si më përpara, por ndoshta në një pikë atë do të zbres në garën e 100. Franco, të falenderoj suksese si në aspektin personal, por edhe me ekipin kombëtar, ekipin e vllaznisë edhe gjatë vitit 2026. Faleminderit, Gjergj.